Protestuesit, përfshirë akademik dhe student, u mblodhën para ndërtesës së qeverisë në Beograd të hënën duke thënë se do të bllokonin hyrjen derisa autoritetet të respektonin lirinë e universitetit. Turma bllokoi trafikun dhe ngriti tenda jashtë ndërtesës kryesore. Demonstruesit valvitën flamuj, marshuan dhe fishkëllyen, ndërsa mbanin pankarta me slogane të tilla si "Nuk ka evolucion pa revolucion" dhe "Liri për popullin". Protesta u organizuan nga Komiteti Akademik i Serbisë për të shprehur kundërshtimin ndaj kërcënimeve dhe ndëshkimeve të perceptuara kundër punonjësve të universitetit. Profesoresha Jovana Bila Jovanovic tha se tubimi u thirr pasi represioni, kërcënimet, shantazhet dhe ndëshkimet nuk do të tolerohen. Tubimet e përditshme të udhëhequra nga studentët pas shembjes së qatisë në një stacion treni në Novi Sad në nëntor të vitit të shkuar, që vrau më shumë se një dyzinë njerëz janë përhapur në të gjithë Serbinë dhe janë bërë sfida më e madhe për sundimin 12 vjeçar të presidentit Aleksandar Vučić. Protestuesit denoncojnë korrupsionin dhe paaftësinë e përhapur që quan në katastrofë.